Këtu është horoskopi i martë 21 tetor 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo ditë është e dobishme për mbylljen e marrëdhënieve që nuk kënaqin më dhe për të hequr kompromiset tashmë të rënda që duhen bërë. Dashuria më e ftohtë dhe pa fajin tuaj, po përjetoni një fazë tensioni të madh. Demi. Ju u zgjuat mjaft të gëzuar, do të jeni mjaft dinamik. Do të vini re se sot ka më shumë besim në veprimet tuaja. Në dashuri mund të falni ose të jepni një ultimatum. Binjaket. Tashmë këtë mbrëmje, keqkuptimet e vogla apo të mëdha, të lindura në dashuri apo në familje, gjatë javëve të fundit, mund të shërohen. Dita në të cilën ndjeheni të fortë dhe të aftë. Gaforja. Nxitni kreativitetin, por ju duhet të planifikoni lëvizjet tuaja tani. Ju shijoni një atmosferë veçanërisht të lehtë në shtëpi, në situata më të gëzueshme, shijoni relaksimin dhe lehtësinë. Luani. Ju duhet të kuptoni nëse keni bërë gabime dhe të vlerësoni situatat e reja për të zhvilluar në bazë të përvojave të kaluara, edhe ato negative. Ftesa është të tregoheni të kujdesshëm sepse mendoni se duhet të shpërtheni për gjën më të vogël. Virgjeresha. Udhëtimet e preferuara, ndryshimet që përfshin një udhëtim dhe vendimet e jetës. Merrni punë, veçanërisht nëse njihni dikë që mund t'ju ndihmojë të bëni një projekt. Bashkëpunimet janë në rrymëkëmbje të madhe. Peshorja. Një ditë që të gjen të zhytur në rutinën tënde të përditshme, e cila të përballet me detyra të ndryshme dhe për fat të keq edhe me disa bezdi. Sot bëni gjërat me kujdes. Akrepi. Pranoni ftesat, përpiquni të lëvizni sepse kjo periudhë sjell këshilla. A kërkojnë ata shumë dhe ju keni pak në këmbim? Mos u shqetëso, do të mund të hakmerresh shumë shpejt. Shigjetari. Duhet thënë se në këtë periudhë nuk janë të paktë të lindurit që përpiqen të gjejnë sërish qetësinë, ndër të tjera, edhe nga pikpamja ekonomike dhe romantike ka mendime të vogla të dyta. Britsjapi. Ju nuk ndiheni të aftë në mëngjes. Besoni intuitës tuaj në punë. Zgjedhjet e bëra kohët e fundit mund të vijen në pikpyetje, disa dyshime. Ujori. Koha për të kontrolluar marrëdhëniet afatgjata. Mund të ndiheni pak të trullosur, të lodhur dhe më pak të gatshëm për të përballuar diskutime të çdo lloji, por keni kujdes që të mos humbisni durimin. Peshqit. Këtu është një ditë e fuqishme, forcë dhe guxim. Në dashuri mund të arrini rezultate të shkëlqyera, edhe duke harruar dikë që ju ka tradhtuar në të kaluarën. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.